duhet me pas komoditet në këtë drejtim. Pra, duhet me pas një farë thjesht alarmi. Me gjitha të Kreshnik e përmende vërtet, kredibiliteti i KPM-s është shumë i rëndësishëm, asne mardit ases. është shumë i rëndësishëm, po KPM-ja prej se ekziston kur nuk ka qenë e pavarur politikisht. Do të thotë çdo herë e ki pas njerëz cilët grupet politike të kuvendit, sado që kushtetuta e parashes si institucion të pavarur, çdo herë anëtarët e bordit kanë qenë njerëz parti ose tjetrës. Nëse kemi po jo të gjithë. Deri në vitin 2010 ka qenë jo çdo herë. Kur ka pas ndonjë që s'ka qenë i tillë, unë e kam përmend në vende, në disa diskutime që shto ka qenë kryesisht aksident. Po ka pas koordinim brenda kuvendit çdo herë që të shkojnë njerëz e caktuar politik. Nëse kemi pas ndonjëherë KPM kredibile ka qenë që ky viti që shkoi. Përbërja e kalume, e 2-3 vitëve të kalume, me jetonin... Përbërja e fundit. Edhe pse ka pas, do të thotë na e pam edhe këtë përzgjedhjen e antarit fundit bordi që ka qenë politik. Do të thotë përderisa ka qenë partia vetëvendosje e cila gjatë tërë kohës ka thonë që duhet që të pavarësohen këto institucionet, na e pam, do të thotë ndikimi që ishte aty, do të thotë është një vazhdimsi, nuk është që ka qenë më keq, hiq këtë përpjekjen për ligjin e KPM-s për futjen atyre neneve, po ka qenë një njëjti trend. Edhe RTK-ja ka qenë çdo herë politike. Unë nuk e di që ka pas dështë anaj segment kur... Seriozisht. Është shumë keq, kërkush nuk po. Mirë, në midis intervistës është mbyllë syni. Drejtorin e televizionit financues të partisë. Pra, ka dhënë donacion për partinë. Tash çu dush interpretaje. E kanë ditë që po e zgjedhin. Tash edhe drejtori i përgjithshëm ka dalë kur ka dhënë dorëheqje, e ka denoncuar. Qëndron faktit që ka ardhur momenti që në atë pozitë ka çelluar, ka rastisur të jetë një njeri më i guximshëm, e ka denoncuar. Nuk e kemi dëgjuar kur kryeministri, na nuk e kena dëgjuar kur kryeministri. Ka qenë pjesë e RTK-s dhe më herët ai ka pas arsye pse është heqë një herë prej RTK-s edhe është kthy. Edhe atëherë ka qenë presioni politik pse ky drejtor që është përjashtu tash e ka lshu një herë të kënë e tash t'i u rikthy me qatë idenë që tash ka me pas liri, e ka po që s'ka liri, do të thotë është qaj trend që ka vazhdu. Po dhe veç i gjenë, do më thonë, kur nuk e ki qatë 64 që e kena pas në kohën kur u mendu që po bëhet një reformë edhe po qkapët RTK-ja, po du të me kuptu që fakte që të nga godit shumë për me argumentu pse kemi situatën keq dhe sa ma shpejt që të kuptojmë, do të me njësë reform, do të me njësë me kuptu problemin dhe do të me njësë me folë për problemin. Na ende nuk e kemi kryeministrin që ka folë për RTK. Nuk ka folë shumë, a e ka taku drejtorin e RTK-s në zyre, qëka i ka thonë, pse i ka thonë, qëka ka ndodhë aty. Pra, kemi pas vitin e kaluar protestat të deputetëve të opozitës para RTK-s. Deputet për herë të parë kanë dalë, sepse është nalë konferenca e mbledhja e kuvendit për me shti kryeministrin. Nuk kena pas në kaluar protestat tilla. Tash kjo du të mu adresu. Ka pas protesta, por ka pas politikat të tilla redaktuse. Tash që nuk ka një mbledh ata në protesta aty, unë do të thotë absolutisht duhet të ketë pavarësim. Po një mbledh për shkak të një fenomeni cili ka ndodhur. Ka ndodhur për çfarë? Ka pas Kreshnik edhe raste tjera më herët, nuk po du me arsyetu është e tmerrshme. Do të thotë është katastrofë që ka ndikim politik, që ka pas, që ka, por që kjo është qaj mentaliteti jonë politik, ku absolutisht ka rëndësit madhe liria dhe profesionalizmi i medjave edhe edukimi mediali qytetarve që din ku të informohen, si të informohen që nesër votën me pas kujt me aqit dhe pse s'po kem alternativa përveç që tyne që i kem provu deri qëtash. Përveç RTK-s pra dhe aspektive tjera që përmendet për ligjin e KPM-s që urzuan tërsi nga gjykata kushtetuese. Ardita, mund në thuash, cilat ishin konkretisht ato nene që u konsideruan antikushtetuese? Për rrjedhor quan
në zimin e tërësishëm të ligjit. Po, nuk po du me hy në analizën e asaj, do me thonë vendimit e gjykatës kushtetuese, por kryesisht kanë qenë nenet për të cilat edhe ne kemi ngritur zërin vitin e kaluar, edhe ju kemi thënë se nuk bëhen ashtu ndryshimet të cilat janë bërë. Përbërja e kalume e kuvendit, Komisioni për Media, i kuvendit e ka pas shansën e jashtëzakonshme me prodhu një ligj shumë të mirë, e kanë pas një opinion ligjor të Këshillit të Evropës, që konë jashtëzakonisht profesional, vetëm sikur të kishin marrë parasysh rekomandimet e bëra nga Këshilli i Evropës, të kishin inkorporu në ligj, edhe nuk kishim qenë në situatën ku jemi sot, ku ligji është kthy nga gjykata kushtetuese, edhe kryesisht ka pas baj me përzgjedhjen e anëtarëve të KPM-s, me shkarkimin e anëtarëve të KPM-s, me shkarkimin e kryetarit. Gjitha këto janë çështje të cilat janë vendosur në ligj vitin e kaluar, nuk kanë qenë në ligjin e i cili është ende në fuqi. Do me thonë, lejet, kanë bo ndryshimet edhe dhënia e lejeve e licencave, ripërtritja e tyre, pastaj edhe të çështja e pronësisë në medjave e koncentrimit. Po mirë, po disa ligje që i kthen gjykata kushtetuese, mbrapa, nuk i rrëzën tërsi. Sugjeron se cilat janë ato nene që nuk përputhen me kushtetutën dhe pastaj ligji shkon në ndryshim, plotëson vetëm ato nene. Po pyes, a ka qenë tërësisht ligji i ndërtuar keq le të themi, gjithçka ka qenë antikushtetues, apo vetëm ato shqetësimet për shka ju thoni që ka patur edhe sugjerimet Këshillit të Evropës? E nuk janë marrë parasysh. Shkurt, është procesi i hartimit ligjit është kundër absolutisht. kushtetues. Dhe kjo duhet mu konstatu. Gjykata kushtetuese ka thonë, ka mungu diskutimi publik para hartimit të ligjit. Pra, është nisë mu bo ligj pa diskutu me publikun, pa diskutu me grupet të interesit, dhe procesi i diskutimit pastaj është simulu në kuvend. Nuk ka pas fare thirrje për dëgjom, këta kanë ndoshtë, pasi ka përfundu procesi i amandamentimit. Sa kanë bo? Një kanë bo një grup punus, që kanë bo një ligj, që kanë ndoshtë vetë, dhe për mbush standardin e diskutimit publik, e kanë vendosur në faqe të diskutimeve publike dhe kanë thonë tash kush ka komente dërgani, që ka qenë shumë vonë. Nëse donë mi përfshi grupet e interesit, nëse donë me bo një ligj të mirë për mediat, nëse donë me hapë një diskutim të mirë, ullësh në fillim, i njofton edhe anëtarët e mediave, i njofton edhe Këshillin. Për shembull, Këshillin e mediave të shkruar nuk e kanë ftuar fare me qenë pjesë as e grupit, as me konsultu. Në anën tjetër, Këshilli i ka ekspert më të mirë të mediave në Kosovë. Jemi kryeredaktorët e krejt mediave online dhe mediave të shkruar në Kosovë. Unë nuk di a ka ekspert më të mirë në vendin tonë për fushën e mediave. Dhe nuk jena ftu fare me qenë pjesë as e diskutimit se çfarë nene duhet me pas, çfarë hallesh duhet me trajtu për neve. Kjo është bo me qëllim që me bo një ligj. Qysh po dojnë një grup i caktuar dhe masnej kur të vjen puna, nën shumicën e votave me u miratu. Çka kanë bo? Që është shumë e rëndësishme mu kuptu, e kanë simulu një debat në kuvend Kosovës, aty gjëja me aktert, dhe e kanë bo një stand që cili për mu ka qenë bukur i rrezikshëm. E kanë kthy ligjin me diskutu me popullin. Dhe kanë dalë komisioni për legjislacion në për komuna me fol me njerëz të cilët sanin e parë që e thojnë duhet mi mshel media. Absolutisht. Sepse duhet me kuptu këtë element. Rreziku, cilën e kanë